Territori i Kosovës për datën 1 mars 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 14 gradë Celsius, Pej 5 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 13 gradë Celsius, Perizaj 2 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 14 gradë Celsius,